Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Filluam një vlog përsëri. Unë jam bërë gati për në punë. Kam bërë mëngjesin, si kam mund si jam kaq mbrapsh gjithmonë, do të thënë, bëm gati dhe pastaj ha mëngjesin. Po thuaj se gjithmonë këtë gjë bëj. Shikoni çfarë kam bërë. Kam filluar gjëja të ha shëndetshëm, të paktën mëngjesin. Mëngjesin kam filluar dhe e ha të shëndetshëm. Pastaj se ç'a ndodh gjatë ditës, gjë tjetër. Nuk e di pse prishet në vazhdim. Do ha ndonjë ose pastiqe, ose pica, ose budalliqe, ose e prish. Por mëngjesin kam filluar e ha shëndetshëm, kjo ka rëndësi. Edhe për vete edhe për agjëllën e bëj, do ju tregoj se si e përgatis. Agjëllës në fakt ja bëra që në darkë, që ta ketë gati për në mëngjes. Ja ku e ka agjëllo. Por ishte pa të rezi sot, kështu që nuk vajti në shkollë dhe... Okej, dhe pse e kam bërë që dje nuk duket keq, mirë është. Është pa të rezi, kështu që nuk vajti në shkollë. Tani të ha shpejt të mëngjesin unë dhe të ikë në punë, sepse sot kemi disa porosi shumë të rëndësishme që duhet të dorëzojmë. Atëherë, kam bërë kos me farakia. Dhe kam vendosur pastaj banane, lështry dhe boronic, fara kungulli dhe bajame, del shumë e shishme. Mund të vendosësh dhe mjalt nëse do, por nuk e ha mjaltin. Dhe në fakt tek video e fundit keni parë që kam marrë ato kosat me ananas dhe arkokosi, kështu që kam patur nga ato që kam vendosur dhe e ka ëmbëlsuar pak dhe e kam bërë pra me kos grek dhe kam hedh dhe pak nga i kosi holl që të dalë pak me jembël se dua pak ëmbëlsi. Super i shishëm dhe super i shëndetshëm si mëngjes. Kjo koha e vrentur me shi nuk të motivon fare për asgjë. Për asgjë, as për të bërë video, as për të bërë gjërat bazike në ditë, as kur shkon në punë të t'japi frymëzim për gjëra të reja. Unë do me thënë të bëj gjëra të reja, kam fjalë. Nuk e di kur do hapet kjo kohë, edhe jep 2 javë kohën kështu, vetëm shi. Hajt, vrentur e përballojmë dot. Po shiu në njerëz, nuk gjen dot parking, nuk lëviz dot. Bësh qull, dje për shembull që isha me Elin dhe me Seldon jemi bërë qull duke hyp makinë, zbrit nga makina, harro çadrën, shko merr porosit, erdhëm në shtëpi, ikëm prap sepse sa erdha unë në shtëpi me Elin, erdhi këngëtarja që kishte për të bërë provën dhe duhet iknim me vrap prap te puna, u bërëm përsëri qull, nuk gjej dhe parking. Nuk, kjo koha kështu. Mezi pres verën. Ka rënë shime dhe e kuptoni në xhami besoj. Ai ka të mirë bala gramu. Anuli, të përshëndetje. Këtë video po shkojmë, që jemi në Paris, me Elin dhe Dolën. E di që kam bërë mungesa, kemi shumë kohë pa bërë video dhe ju kam bërë një shpjegim, sepse kam më shumë se 2 javë pa bërë video, dhe në një postim në YouTube, ju kam thënë që do ju sqaroj Eli për gjendjen që jemi, ju kisha thënë që kemi një problem shëndetësor. Momentalisht jam në Athinë, kam më shumë se 2 javë këtu në Athinë. Tani jemi me Anulin.
është shumë ftohtë, domethënë klima këtu është shumë e mirë, por u bë ftohtë këto kohë që jemi ne këtu. Që do themi ne Anuli? Trego pak që po ham në Anuli. Po bëjmë si video me snacks. Anuli, do bëjmë do një video me snacks ne? Po. Unë atin kam ardhur sepse Daja kishte një aksident goxha të rënd dhe bëra merak kur e morëm vesh dhe jemi nisur direkt unë me avion, dola me Jonin dhe me mamin dhe me tezën. Unë nisëm nga Tirana me makinë. Tani gjendja është më mirë, falë Zotit, është në përmirësim. Babi ka bërë operim, e Anuli? Ka bërë operim sepse kishte disa thyerje në shtyllën kurrizore, në kokë. Bëri operim në shtyllën kurrizore. Imagjinoni gjendjen dhe sa merak jemi bërë dhe sa jemi mërzitur. Operimi shkoi mirë, falë Zotit, shkoi shumë mirë dhe falë mjekëve këtu që janë shumë të mirë. Dhe tani jemi në përmirësim. Daja tani është në spital. Edhe hapëm bashkë video në YouTube. Anuli? Ti bën like të videot e mia? Po. Edhe subscribe ke bërë? Bravo. I shikon videot e mia ti Anuli? Bravo. I cilat video të pëlqen më shumë të? Challenge? Anuli ti pëlqen challenge, i pëlqen ato video që bëjmë ne me shishe dhe kështu. Kështu që kjo është arsyeja pse ka munguar në YouTube. Do qëndroj edhe pak këtu dhe pastaj do rikthehem. Kjo është kafja ime, Anuli. Kam marrë një kafe, shikoni pak sa cute është kjo gota këtu. Ja, në fakt kam për t'i sqaruar shumë gjëra, por tani po ju them pak sepse siç e kuptoni nuk mund të flas dhe të them shumë gjëra. Por rëndësi ka, siç ju thash, jemi më mirë, Daja është më mirë, edhe Anuli është më mirë, sepse normal është shokuar pak nga ajo që ndodhi. Kështu që këto janë të rejat deri diku. Kemi përjetuar disa ditë shumë të vështira këtu në Athinë. Por tani jemi të lumtur sepse siç u thash po shkon çdo gjë e mirë. Normal që do doj shumë kohë që të rikuperohet Daja plotësisht. Ka mbet vetëm shkum Anuli, nuk është më e mirë tani kjo. Mos më ha gjitha biskotat, e? Më lë dhe mua disa. E je i bukur gjithsesi. Të një përshëndetje, kanë uruar gjithë njerëzit për ty, të shkuara, shëndet, të bërë sa më mirë, tani është shumë më mirë në fakt, me qa ishe? Përshëndetje, të jeni mirë, ju uroj shëndet të gjithëve. Faleminderit. E ne tani do ikim, qëndruam pak ditë, sa qëndruam në këtu? 2 javë dhe erdhi ora të ikim. Dola, përshëndetje Dola. Do ikim ne, po do juvim prapë thje. O Thios, ja dhe Daja me mbesa. Daja në kavaja. E më Daja. Ku ka si mbesat, Dolën edhe Dezën i kemi të shmendur. O ti vondo. Këtë rokë, qaj gjojnë dhe rokësi, rokësa. Rosh. Ca? Rita, okej, se asun se në gjendje më të mirë që kam qenë në një, po hajë, s'ka që. Kote fundit, unë nuk jam në gjendje. Gjithsesi ti je fort. Po desha mosi, mundohem. Afu kam afër njerës. Pashim Rita. Ciao.
të bë vlog. Aha. Ardeni. Pra njerës erdhëm në Shqipëri, arritëm shumë vëndje ndark, nuk bëra do të më vlog, nuk e di, po s'po di si ta filloj si që duhet përsëri YouTube-in me... Nuk e di, më duket shumë e vështirë dhe po më duket sikur... Mirë që po më duket sikur kam harruar të bëj video, por po më duket sikur e kam shumë të vështirë të kthejmë në normalitet, se atje ku ishim shumë të mërzitur dhe kemi kaluar disa ditë vështira, tani vinë në Shqipëri dhe okej, gjendja është më mirë, shqyr Zotit, po e kam shumë të vështirë të rikthejmë në normalitet. Gjithsesi duhet të fillojmë përsëri punë. Në base nuk arrita të bëj vlog në mëngjes, por unë në punë vajta, pastaj shkuam në Malë të Zi sepse duhet të blenim gjëra në supermarket sepse ishte bosh frigoriferi dhe fëmit kaq ditë, si që thash, kam munguar më shumë se 2 javë dhe nuk ishte asgjë, kështu që vajtëm që blevëm disa gjëra për shtëpi. Vajtëm dhe te Delta City që morja Agelo disa rroba, do ja tregoj për pak. Agele, do na i tregosh ti rrobat? Ato që more? Po. Okej, do na i tregoj Agelo. Kështu që do i bëj një haul Agelo me veshjet që mori. Në fakt ishte shumë keq për rroba, sepse tani ka filluar dhe po ngrohet avashkoa dhe nuk ka fare, vetëm ato të saudezës, kostumet e saudezës dhe tjera nuk është se ka, është zjatur dhe asgjë nuk i bën. Kështu që duheshte që të merrnim disa veshje, plus që këpucët i kishte, nuk i kisha vënë re dhe ky është tip që nuk është se kërkon ose kështu, por janë për të ndruar, se s'bën. Kështu që mori dhe atlete. Do ja tregojmë për pak si qa ka marrë fix. Ftyra ime, me sa shikoj, është në gjendjen më të keqe që ka qenë ndonjëherë, më duket. Shikoni skuqe këtu, puçër këtu, edhe këtu, që mua s'më dalin kurrë, nuk e di. Mbase nga stresi, nga mërzitja që kemi pas këto ditë, ose dhe nga spitalet, se duke qenë se kemi qenë gjithë këto ditë në për spitale, ndoshta dhe prandaj. Qa duhet bëj unë? Duhet të mbledh gjerat, t'ju tregoj se qa kam bler, t'ju tregoj t'ju bëj një supermarket haul apo jo, apo do i mërzi, sepse kohët e fundit nuk është se ju tregoj në një gjë. Nesër, se harrova t'ju thoja, nesër, nëse do bëj një vlog tjetër, do i tregoj për projektin që ju kisha thënë, o zot, si jam kështu, si që jam larë në mëngjes, kam tharë flokët edhe i kam si lesh. Një sekund, t'ju tregoj, një sekund. Ju kam thënë për një projekt, më duket ju kam thënë, kështu që besoj se në vlogun e radhës, duhet më në fund t'ju tregoj dhe mbase tani në vazhdim uroj që si fillim t'jemi mirë me shëndet, se kjo ka rëndësi, të rikthehem siç duhet me vlog dhe gjëra të bukura, uroj të na presin këtej dhe tutje, por mbi të gjitha shëndet njerëz, shëndet, sepse këto ditë pra mos harroni që në videon e radhës do i tregoj për projektin e ri, që besoj që do gëzojeni dhe ju. Atëherë, të tregoj gjërat e frigoriferit ka vendosur Elisa i solla direkt në vend. Kështu që proshutat, djath, kos, gjëra kështu që kam marrë dhe disa fruta që janë në frigoriferi janë këtu në frigorifer dhe kurse këtu kemi gjëra që akoma s'kam rregulluar. Ç'është? Agele. Atëherë, këto janë për pjesa inoxi që është
për banjo, si quhet, pistoleta, lavamani që është qezma, e kuptuat të thoj, që i marrë gjithmonë kësaj që shkojnë në Malzi marrë, klor, disa, jo një, po ka marrë disa, Eli e përdor jashtë mase, kështu që këtë ditë që si isha unë, se marrë vazhdimisht shumë, por është detyruar Eli dhe ka bërë dhe supermarket që ka blerë disa klora dhe gjera, i kanë këto. Ilaç për rroba, xhiza, edhe zbutës, ilaç për sëri, t'i vëm direkt në tualet këto. Ilaç për sëri, zbutës për sëri, pra këtu kemi gjera kështu. Ajax. Duart, 2 copë, kanë aromë shumë të mirë, unë vdes për aromën e arkokosit, një cif, që tjetër kemi, kam në gjese tjetër. Kjo është nga Athina, të vetë me gjera që arritat më, që nuk ju besohet apo jo dhe pse kam dejt ka shumë kohë në Athinë, nuk është se arritat marrë gjera që më duheshin për shtëpi dhe këto i kemi marrë moment fundit kur po ktheheshim për në Shqipëri. Dhe këtu kemi lengë të rrobat. Kjo është e preferuara, po thash nuk do kemi vend në makinë, kështu që mora vetëm një, gjithsesi kam dhe 3-4 këtu në qeravën e parë që kemi marrë. Këte ma porositi Eli që është shampo për trupin nga mora Eli. Mora edhe këtë shampot këtu që i provova, në fakt e provova kur isha në Athinë, se më tha dola shumë e mirë dhe morë me dollën dhe ishte vërtet shumë e mirë. Okej, në Athinë është dhe ujë i mirë, kështu që flokët t'i mban të buta, nuk t'i frynë si që kam unë tani që më fryën këtu në Shkodër, qëndrojnë shumë mirë. Por edhe shampo e besoj, këtu do t'a testojmë shampo nëse vërtet është e mirë. Atje në Athinë, me qatë dhe lloj shampo që t'a lajon kokën, është ujë që t'i mban mirë flokët. Andi Djers për vete, andi Djers për tonin, dhe ka shani këto që rregullojnë në për vende, dhe do bëjmë dhe na tregoj Agilosi që ka marrë, si që u thash. Do bëjmë një unboxing, jo unboxing, haul do më thënë. Do tregojmë se çfarë mori Agilosi, Deltasiti, veshje që mori. Që do bëj shumë kohë për të blerë pra veshje tani. Se janë shumë. Na shpjegove pak si shumë prandaj. Na trego tani ç'a ke marrë. Vazhdojmë një herë. Në fakt këpucët e Agilos, Vazhdojmë. ato Nike që kishte më përpara pothuajse po japin shpirt. Sot bile i pash që kishin filluar të japin ato shenjat të Spunojnë me. që spunojnë me. A e fillove me këpucët? Po. Njëjtat, por në ngjyrë tjetër. Ato tjera që ka momentalisht janë kafe me besh, Po. diçka e tillë. Kurse këto janë të bardha me bojqielli. Nike Air quhen këto apo jo? Dunks. Si quhen? Dunks. Dunks? Po. Dunks. Këtu i ke provuar ti që bëhen kështu apo? Po, i kam provuar. Okej. Gjithë kjo kucë o zoti madhe rënë që më dorë. 24 numri. Ja, Agilos ka vaj. Vazhdo. Po. Tash vazhdoj. Me i tërko ti se Po, normal. të lodhe mu njëm Me bluzë Jordan. To. Po. Se të rëgove mirë. Si? Bluzë Jordan që mua pëlqeu shumë edhe mund ta vesh për ndonjë xhiro. Po. Na kam po je. Tash një gjup të ri Nike, i ri gjup Nike 3. Ashtë i ri më duket.
Modeli i ri i tërë. Po. Është kështu, fësh. Pa veror. Po. Pantalona për me kombinu me atë. Po normal, se duhet marrim dhe pantallona të kombinojmë xhupin. Normal. Ka këtë pjesën këtu që është ngjyrë mente. Po. Bluza. Po, sepse duhet dhe bluza që kombinohet xhupi, e Agile? Po, normal. Nike, pra, që. Tjetër tash, kjo është qesja preferuar. Sa do të pëlqejnë ato? Të buka. O, me një Nike Tech. Ngjyra re. Ka qere. Në fakt, ky do të si fillim ta merrte ngjyrë tjetër, por nuk gjeti masa, bezë në zezë. Pastaj pe të zezën, as të zezës kishte masa. Po. Kjo nuk e di se si e gjeti rastësisht masën medium të kësaj ngjyrës, po thash bëri mirë që mori këtë, sepse është ngjyra më e veçantë. Bëj qiell. Edhe këtë. Edhe kjo një e bardhë, e thjeshtë, Nike. Edhe këpucë, apo i tregove? Kjede atë që s'ka në punë beri tani. Po. Apo s'të nësi ajo punë beri tani. Të berë. Sa bukur, në krahasim qesja preferuar. Sa më shumë mirë, janë vetë zjodhe. Ta unë më tonë së qesja preferuar. Jo, se e thua metalli, qa ka vetë zjodhe? Mirë se, kulembiri për në gjënë bukar. Edhe kaq. Qa tjetër t'i marë? Kaq. Edhe, s'do t'i provosh, apo t'i shofin veshët? Dhe t'mi provu. Provoj, t'i shofin veshët. Mirë. Hajde, provoj. Dhe t'u me jo. Ka me jo. Po normal, i këmbëve. Unë. Ela... Tam. Për ton t'i provoje, Agilo. Kështu që tani mirë do jetë t'i mbledhësh gjitha Agile. T'i qoshte dhoma jote. Mbidhe rumujën këtu. Nuk na the njërësia ke kaluar këto 2 javë që ka munguar unë. Perë. Perë. Tam. Bravo. Shumë mirë. Talën. Unë mendoja se do t'i kishte marrë malli ashtu si shmë mori dhe mua. Isha t'u se na ka marrë. Normal, kush me në bë në Relja? Se për brandaj. Kur bët Relja jep shëqenit. Aq keqe? Po. Imagjinoni, dhja, Agilo ka ngrënë nga duart e Elit dhe nga deliverit keni ngrënë më shumë, po hajt. Jo, më ke diçka. Nuk ke vënë maskerinën? Të vërtet, Agile, nuk gatuan mirë Eli. Të vërtetën. Mos ja fut kot. Sa herë ka gatuar Eli këto ditë? 4-5 herë. 4-5 herë brenda 2 javë. Mirë, jo keq. Hajt, s'ka gjë. Ka ngrënë vetëm nga jashtë. Kështu që besoj se i keni shfrytzuar këto ditë që si shahun, ju dolën nga hundët, besoj gjitha dyqanet, gjitha këto delivery. Nuk besoj se do kërkoni për një kohë gjatë. Ju ka marrë malli për fasule, besoj, e? Ja, e? Si ka marrë malli për gjerë, ka shko? Meri këtë tani, që i lakë. Meri këta. Kisha harruar të bëj mbyllje dhe tani që po editoja pas që nuk kam bërë mbyllje. Dëgjoni Hergën sepse kam ardhur te Herga. Dua t'ju falenderoj pafund për gjitha mesazhet që keni dërguar dhe gjitha komentet që më keni shkruar të shkuara për Dajen. Kanë qenë ditë vështira dhe uroj të kthej dhe në vazhdim të kemi shëndetin mbi të gjitha dhe siç ju thashë kisha shumë të vështirë që të rikthehesha në YouTube
sepse nuk e di gjithë situata, sikur na më bëri që mos të kem frymëzim për asgjë, as punë, as YouTube, asgjë. Rëndësi ka që tani gjendja është më mirë, daja është më mirë, janë akoma shumë gjëra që duhet të bëhen që të qetësohemi të gjithë. Ani e dini si që kam thënë dhe në video më përpara, ka disa vështirësi dhe është autik, kështu që janë disa gjë, vetëm familjet që kanë një fëmijë me autizëm ndoshta e kuptojnë. Ta fëmijë duan me patjetër njerëz që të përkujdesen për ta, por ka raste që mund të bëhen dhe agresiv, kështu që për Dajan tani është shumë e vështirë që të jenë në të njëjtën shtëpi, derisa të rregullohet Ani në një institucion që kaq kohë po mundohemi. Kaq njerëz nuk po ju mbajnë mend. Ju falenderoj për gjithë suportin. Ne do shihemi në video në radhës. Mos harroni të bëni subscribe, like dhe pashim.